Përshëndetje të gjithave. I dashur kryetar, të dashura shoqe. Unë jam Naria Qezari, po jam socialiste si të gjithë juve. Por sot jam e nderuar dhe privilegjuar që të hap këtë takim të madhështor dhe kaq të bukur. Mes kaq grave dhe vajzave që janë zemra dhe forca e familjes, po janë dhe zemra dhe forca e Partisë Socialiste. Ne jemi partia që e kemi vërtetuar me vepra se gratë dhe vajzat meritojnë më shumë mundësi, më shumë mbështetje dhe më shumë fuqi për të vendosur. Fal vizionit dhe udhëheqjes së kryeministrit tonë të dashur Edi Rama, Shqipëria sot ka një përfaqësim politik në të gjitha nivelet, që nga qeveria, që 50% dhe mos më shumë janë femra që na drejtojnë, dhe në të gjitha nivelet. Fal vizionit dhe udhëheqjes së kryeministrit Edi Rama, Shqipëria sot ka të gjitha gjërat e mrekullueshme. Duke parë këtë sa të mbushur me kaq energji dhe kaq bukur. Do të shkojmë tani me takim